Ka ndodhur të njëjtat pamje dhe në dhjetor 2018, nëse mbani mend. Shqiptarët e dinë se sa herë që duket qartë që protestat nuk kanë frym, nuk kanë pjesëmarrje, duhet t'i vëmë zjarrin parlamentit që t'na vinë njerëzit në protest. Plani i Shqipërisë Europiane ecën përpara. Dua ta përgëzoj sot vendimin e dieshëm të Bashkimit Evropian për të hequr një pjesë të masave sanksioneve ndaj Kosovës, dhe ky është lajmi më i mirë për gjithë shqiptarët. Po e dini, sa herë që Kosova ka një fest, Saliu ta mbaroj, vetëm ta mbaroj këtë. Kemi një marrëveshje bashkë, unë i përgjigjem gjitha. Pra, sa herë që Kosova ka një fest, nga 91-shi e deri më sot, Saliu e bën një dëm në Shqipëri. Dhe dëmi i imazhit sotëm lidhet pikërisht me gëzimin e dieshëm për Kosovën. Zoti Balla, Shqipëria si një vend evropian, si ish ministri i brendshëm. Gëzohem sa herë që Spaku realizon operacione, edhe kur kam qenë ministri i brendshëm, edhe ministër shteti, edhe kryetar grupi, dua mezi prisja sot që të kishim një debat për luftën kundër kriminalitetit, e kishte kërkuar opozita, unë e kisha miratuar me konsensus, por e vërteta është që të gjithë e dim fare mirë se Spakun e mbështet vetëm një forcë politike qartazi, që është Partia Socialiste. Po flasim për aktin dhe